Mirëmëngjesit të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do t'jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 24 nëntor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë. Ku ju ftoj që t'i ndiqni. 24 nëntori është dita e 328 e kalendarit gregorian, kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 37 ditë. Ngjarje 1642. Detari holandez Abel Tasman zbuloi içullin në jug të Australisë dhe e quajti toka e Van Diemenit, e cila për nder të tij u quajt Tasmania. 1859. Charles Darwini botoi librin Origjina e specieve. 1922. Shkrimtari dhe pjesëtari i IRA-s Robert Erskine Childers u ekzekutua nga shteti i lirë irlandez për mbajtje të pistoletës pa leje. 1947. Robert Schumann zgjidhet premier i Francës. 1963. Lee Harvey Oswald u vra nga Jack Ruby në bodrumin e departamentit policor në Dallas në transmetim të drejt-për-drejt televiziv. 1966. Aeroplani bulgar me 82 udhëtar u rrëzuar në Bratislav, Slovaki. 1966. New York City përjeton ditën me më shumë smog në historinë e vet. 1976. Tërmet prej 7.3 në Rusi dhe 5.000 viktima. 1993. Në Liverpool, 11 vjeçarët Robert Thompson dhe John Van Ebles u dënuan për vrasje të 2 vjeçares James Bulger. 2003. Filloi veprimin projekti Wikisource. 2006. Dhënuesi izraelit Beni Sela arratiset nga mbikëqyrja policore gjatë kohës së transferimit të tij për në paraburgim. Lindje 1394. Lindi Charles, duka i Orleansit, poet francez. 1583. Lindi Juan Martinez de Jaguir, poet spanjoll. 1632. Lindi Baruch Spinoza, filozof holandez. 1690. Lindi Charles Theodor Pactebel, kompozitor gjerman. 1784. Lindi Zachary Taylor, kryetari 12 i Shteteve të Bashkuara. 1859. Lindi Kaz Gilbert, arkitekt amerikan. 1897. Lindi Lucky Luciano, kriminal amerikan. 1911. Lindi Kirby Grant, aktor amerikan. 1925. Lindi Simon van der Meer, nobelist. 1926. Lindi Tsung Dao Lee, nobelist. 1938. Lindi Charles Stark Walker, vrasës serial amerikan. 1946. Lindi Ted Bundy, vrasës serial amerikan. 1954. Lindi Emir Kusturica, regjisor serb. 1968. Lindi Bülent Korkmaz, futbollist turk. Vdekje 1468. Vdik Jean de Dunus, ushtarak francez. 1572. Vdik John Knox, reformator skocez. 1650. Vdik Manuel Cardoso, kompozitor portugez. 1722. Vdik Johann Adam Röntgen, organist gjerman. 1920. Vdik Aleksandru Macedonski, shkrimtar rumun. 1965. Vdik Abdullah III Al-Salam Al-Sabah, emiri i Kuvajtit. 1967. Vdik Luis Frato, kriminal amerikan. 1973. Vdik John Nertat, shkrimtar amerikan. 1980.
Vdiq George Raft, aktor amerikan. 2005. Vdiq Pat Morita, aktor amerikan. 2006. Vdiq George W.S. Trov, shkrimtar amerikan. 2006. Vdiq Zdenek Veselovski, zoolog çek. Tani do të kalojmë në rubrikën Edhe shëndeti. Fruti që kam përzgjedhur për ditën e sotme është rushi. Rushi është një nga frutat karakteristike të fundit të verës dhe fillimit të vjeshtës. Vetit ushqyes të tij janë nga më të shumtat. Së pari, rushi përmban pak kalori, duke qenë kështu një produkt mjaft i mirë për personat që kanë nisur një dietë të caktuar apo që duan të bien në peshë. Mirë po rushi përmban një sasi të konsiderueshme karbohidratesh, ndaj nuk është shumë i këshilluar të konsumohet nga personat që vuajnë prej diabetit. Përfitimet e rushit. Rushi është një frut i pasur me antioksidant dhe ju ndihmon në funksionimin normal të zorrëve, fal vetive të tij shqetësuese. Për më tepër, rushi forcon sistemin imunitar dhe ndihmon në parandalimin e tumoreve. Vetit antioksiduese të rushit ndihmojnë për të mbajtur në kontroll nivelin e kolesterolit të dëmshëm. Rushi përmban shumë fibra dhe acide yndyrore, të cilat ndihmojnë për të luftuar kapsllëkun. Në rastet e diares, janë të dobishme gjethet e rushit të zira në ujë për rreth 1 orë. Falvetive antioksiduese, ky frut parandalon rrezikun e tumoreve, si dhe pastron molçim. Sugjerohet për sëmundjet e lëkurës, rushi përmban vitaminat B3, e cila ka veti antibakteriale dhe antiinflamatore në rastin e akneve. Vitamina B2 gjithashtu është e nevojshme për të luftuar radikalet e lira, të cilat janë përgjegjëse në plakjen qelizore. Rushi përmban sasi të larta kaliumi dhe pak sodium, duke ndihmuar kështu të gjithë ata që vuajnë nga hipertensioni apo sëmundjet e veshkave. Rushi është shumë i dobishëm në rastet e anemisë dhe mungesës së mineraleve, pasi ai përmban sasi të konsiderueshme hekuri. Rushi përmban proteina, acide yndyrore, fibra, vitaminat B2, B6, K, C, minerale, bakër, kalium, mangan. Mjafton të përmendim këtu që vitamina C kontribon në sintezën e kolagjenit, proteinës kryesore të indit lidhor. Në lëkurën e rushit gjenden disa lloje antioksidantësh, të cilat janë të nevojshme për mbrojtjen tonë ndaj radikaleve të lira të oksigjenit, si peroksidi, të cilat janë tepër të dëmshme për organizmin. Sa më i errët të jetë rushi, aq më i pastër është me antioksidant. Gjithashtu dhe farat e rushit kanë veti antioksidante, edhe pse nuk këshillohen nga të sëmurët me patogjinë në zorën e trash. Vitet e fundit është vënë re se rushi ndihmon edhe në përmirësimin e qarkullimit të gjakut, sidomos në problemet e ndryshme që një person mund të ketë me këtë të fundit. Territori shqiptar për datën 24 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa me mot kryesisht me rreshtje shiu dhe vranësira në shumicën e vendit. Paraditja do të sjellë shira të vazhdueshëm në zonat veriore dhe lindore, ndërsa pasditja pritet të sjellë rreshtje intensive dhe stuhi kryesisht në jug dhe bregdet. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 17 gradë Celsius në zonat e ulta dhe perëndimore. Gjatë ditës priten rreth 2 orë diell në pjesët ku rreshtet do të jenë më të rralla. Era do të fryjë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit pritet të arrijë deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 24 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 24 nëntor do të jetë në orën 6:32 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 5 deri në 11 gradë Celsius. Kukës 3 deri në 11 gradë Celsius. Peshkopi
3 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë, 8 deri në 13 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 7 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 7 deri në 13 gradë Celsius. Berat, 6 deri në 15 gradë Celsius. Korç, 0 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 17 gradë Celsius. Gjirokastër, 5 deri në 12 gradë Celsius. Sarand, 7 deri në 15 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 24 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore me mod të paqëndrueshëm dhe intervale kthjellimesh në disa zona. Paraditja do të jetë me vranësira të shpeshta, ndërsa pasditja sjell përmirësim të lehtë në shumë rajone. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 11 gradë Celsius në zonat jugperëndimore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 24 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 24 nëntor do të jetë në orën 6:30 e një, ndërsa perëndimi në orën 16:13. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 2 deri në 8 gradë Celsius. Podujev, 1 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj, 1 deri në 9 gradë Celsius. Pej, 0 deri në 8 gradë Celsius. Prishtinë, 0 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov, 4 deri në 10 gradë Celsius. Malishev, 3 deri në 9 gradë Celsius. Gjilan, 1 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj, 0 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik, 1 deri në 9 gradë Celsius. Suharek, 2 deri në 10 gradë Celsius. Prizren, 0 deri në 11 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj që na ndiqni në Drita TV Kavaj dhe RTV Drita. Gjithashtu mund na gjeni edhe në web, mjafton të klikoni drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision, ndërkohë ju ftoj që të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.